Pas një bisede me presidentin e Republikës Demokratike të Kongos, Tshisekedi Chilombo, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić theksoi se ata ranë dakord që ruajtja e rendit të Kombeve të Bashkuara është thelbësore për ruajtjen e paqes dhe stabilitetit në botë. Në konferencën e përbashkët për shtypa i theksoi se është i lumtur që presidenti i Kongos është në Beograd për herë të dytë në një njeri që na sjell gjithmonë nga Kinshasa mirëkuptim dhe respekt për Serbinë, respekt për integritetin dhe sovranitetin e saj territorial, mbështetjen e institucionet ndërkombëtare ashtu siç Serbia i ofron Kongos në çdo vend. Koordinatori i grupit punus për kapitullin 35, Dragisha Mijačić, deklaroi se është pothuajse sigurt që vetëvendosja do të bazojë fushatën e saj për zgjedhjet e 28 dhjetorit në presionin e mëtejshëm mbi popullin serb. Ai pohon se kjo parti ka pasur një fushatë të lidhur ekskluzivisht me çështjen e veri për vite me radhë. Milica Andrej Rakić, menaxhere e programit Nisma Re Sociale, pajtohet me këtë duke thënë se ky ishte modeli edhe në fushatën e mëparshme. Pati shumë fokus për Mitrovicën e Veriut dhe të Jugut në konceptin e bashkimit dhe efektet e ndryshimit të realitetit në terren në veri, thatë ajo. Profesori Mazlum Baraliu tha se është pas fitores në zgjedhjet e fundit vetëvendosja vazhdimisht theksoi se nëse është e mundur, do të kishte kontakte drejt për drejt me qytetarët e komunitetit serb dhe të tjerë në veri dhe në pjesë të tjera të Kosovës dhe se kjo ja doli deri diku. Analisti politik Nejmedin Sahiu thot se nisma socialdemokrate ka pak shans për të marrë votat e mjaftueshme dhe për të qenë pjesë e kuvendit nëse shkon në zgjedhje vetme. Ai kujtoi se nisma dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ishin në një koalicion në zgjedhjet parlamentare në shkurt dhe kështu fituan 7 vende në kuvend. Sahiu thot se nisma do të duhej të vendos nëse do t'i bashkohet LDK-s apo PDK-s dhe beson se do të ishte më mirë që nisma të hynte në një koalicion me Partinë Demokratike të Kosovës. Dita flamurit shqiptar mblodhi zyrtar më të lartë shtetëror në Vlorë, ku flamuri me shqipronjën e zezë 2 krenare u ngrit për herë të parë në vitin 1912. Presidenti Bajram Begaj mori pjesë në ceremoninë zyrtare në ngritjen e flamurit dhe pranë tij qëndroi kryetari i Kuvendit të Shqipërisë Nik Peleshi, kryeministri Edi Rama dhe presidentja e Kosovës Vjosa Osmani. Një nga datat më të rëndësishme në historinë e Shqipërisë përkujton 28 nëntorit e vitit 1912, ditën kur pavarësia e Shqipërisë nga Perëndoria Osmane u shpall në Vlorë. Kjo festë festohet edhe në Kosovë, ku sot është ditë pushimi. Prishtina është e zbukuruar me flamuj të kuq me shqipronjën e zezë 2 krenare të cilët valviten në shëtitoren kryesore në Prishtinë si dhe në disa shtylla të ndryshimit publik përgjatë rrugëve. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani uroi ditën e flamurit shqiptar me mesazhin që Kosova dhe Shqipëria të ecin krah për krah dhe në një postim në Facebook Osmani deklaroi se 4 ngjarjet që formojnë boshtin krenarisë kombëtare shqiptare janë dita e flamurit shqiptar, dita e pavarësisë së Shqipërisë, lindja e Adem Jasharit dhe paraqitja e parë publike e UÇK-s. Festën kombëtare të Shqipërisë e uroi edhe kryeministri i Kosovës në mandatin teknik Albin Kurti me mesazhin se të gjithë përpjekjet e patriotëve shqiptar përgjatë shekujve u kurorëzua me Shqipërinë e pavarur dhe Kosovën e pavarur. Kurti shkroi në Facebook se nuk ka kom tjetër në botë fatin e të cili është kaq i ndërthuar në mënyrë të pazgjidhshme me një datë të caktuar sa 28 nëntori është i ndërthuar me fatin e popullit shqiptar. Qeveria e Kosovës në mandatin teknik i kërkoi presidentes Vjosa Osmani të shkarkojë shefin e misionit special në Selinë e Shenjtë Vehbi Miftarin, i cili disa ditë më parë kritikoi Albin Kurtin lidhur me qëndrimin e tij në Vatikan. Miftari çertoi Kurtin se në koncertin e Filharmonisë së Kosovës në Vatikan misioni i Kosovës u anashkalua. Kërkesa për shkarkimin e Miftarit u dërgua nga zëvendësminisi i punët e jashtme Kreshnik Ahmeti, i cili shkroi në një letër presidentes se arsyeja e shkarkimit të tij ishte keqpërdorimi i detyrës në cilësinë e shefit të misionit.
Moti nesër në Serbi do të jetë shumë i ftohtë me shi dhe borë drejt fundit e ditës dhe në mbrëmje do të kthjellohet, kështu që të dielin pritet stabilizimi dhe javën tjetër mot pareshje dhe më i ngrohtë me temperatura deri në 15 gradë. Nesër në mëngjes do të jetë nga 0 deri në 3, kurse ajo temperatura më e lartë ditore do të sillet nga 1 deri në 5 gradë Celsius.